Në komunën e Preshevës u organizua një ngjarje që bëri bashkë mbar shqiptarin nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Në këtë ngjarje madhështore, në nder të figurës së shenjtë të Nën Terezës, shqiptarja e të gjithë botës dhe panairit të parë të librit Shqip Presheva Flet, ishin të pranishëm kryetar bashkish nga Republika e Shqipërisë, si dhe kryetar komunash nga Maqedonia e Veriut, bashkë me deputete përfaqësues të institucioneve të shumta. Mes tyre dhe kryetari i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dredha. Dredha dhe të ftuarit e tjerë u pritën edhe në një takim zyrtar në komunën e Preshevës nga kryetarja Ardita Sinani. Gjatë një interviste për televizionin 6+ Vlora, kryebashkiaku Ermal Dredha tha se kjo ishte një ngjarje e rrallë për të sjellë gjuhën tonë të shtrenjtë kudo ku ka shqiptar. Atëherë zot Dredha, një mbyllje, një dite të lodhshme por të bukur këtu në Preshevë. Vetëm lodhja që nuk llogaritet në gjithë të rrugtin soqën faktë që kishin këtu, ishte një ftesë dedikuar për shumë kryetar bashkish nga treva shqiptare, që përfshin këtu Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, dhe realisht jemi shumë mirë sepse u përmbyll përveç takimit që patëm me kryetaren e komunës Preshevës, zonën Ardita Sinani, e cila ishte edhe mikpritja, u përmbyll në një event atëri madhështor, bashkëpunimin edhe me televizionin Plan, ku ju siç e pateni që prezant vetë u dhan disa çmime, në mënyrë falënderimi për disa shqiptarë të zot apo që kanë sukses të papar në fushën ku ata aspirojnë, dhe filantropë njëkohësisht sepse ka qenë kontributor për të qenë ndihmues për njerëz në nevojë, dhe kjo duke marrë shkase dhe spunto edhe frymëzim nga Emagja Nën Terezë. Pra kjo ditë, përveç se ishte një ditë bashkimi të gjithë shqiptarisë këtu në Preshevën tonë, simbolika më e madhe ishte mënyra se si ne mund të jemi të gjithë bashkuar duke marrë edhe mesazhe frymëzuese apo nga vetë vepra e Nën Terezës, e cila ka qenë një kontributore në ndihmë të atyre që kanë pasur nevojë kudo në botë. Një natë tepër e veçantë dhe vjen shumë krenar që ishe prezencë. Jo vetëm Nën Tereza i bashkoi shqiptarët këtu, por edhe panairi i librit. Panairi i librit patjetër ishte pjesë e vetë dhe pastaj që ne ishim prezent, por nuk diskutohet të gjitha aktivitetet që ishin sot në Preshevë, përmbyllën me këtë që u thash pak më parë, të gjithë përkushtimi ishte një përkushtimi i veçantë dhe dedikimi i veçantë për Nën Terezën dhe veprën e saj. Dredha foli edhe për takimet me kryetaren e komunës së Preshevës Ardita Sinani dhe bashkëpunimin në të ardhmen. Dredha tha se po punohet për të përmbyllur gjithçka me një marrëveshje për binjakëzimin mes dy bashkive. Kryebashkiaku tha se do të bashkëpunohet edhe me Universitetin Ismail Qemali të Vlorës për të ofruar bursa falas për studentët nga Presheva që do të zgjedhin Vlorën për të studiuar. Ka qenë në Vlorë, për festat e nëntorit, sot jemi ne këtu, dhe atje vazhduam edhe avancojmë atë bisedë që kemi filluar që më parë, pse jo të fillojmë edhe një bisedim më të mbushur sa i përket pastaj përfundimin të gjithë këtij procesi me shkrimin e marrëveshjes për agjencin mes dy bashkimeve. Shpresoj të bëhet sa më shpejt, pse jo edhe pastaj na jep spuntat akoma më shumë, ashtu sikur është edhe vëmendja e qeverisë shqiptare për gjithë aty ku ka prezencë shqiptare në kufirin tanë, që kontribuojmë aty ku realisht ka nevojë, dhe pse jo në rastin konkret me Bashkimin e Vlorës, ne mund të ofrojmë edhe një bashkëpunim me universitetin tonë atje për të gjetur, apo siç e kemi thënë më parë, për disa bursa falas për studentë Preshevës që zgjedhin Vlorën për të studiuar dhe pse jo edhe pastaj në tjetër. Faleminderit.